Të përshëndes, mirëmbrëma. Përshëndetje Athina dhe gëzuar vit në ri. Gëzuar edhe juve. Gëzuar gjithë bashkëtarët që na shkruajnë këto momente dhe qoftë një vit i mbar i begat, me shëndet me të gjitha dhe mbarësi. Si është festuar aty në Greqi? Si është atmosfera? Si kanë festuar shqiptarët aty? Me entuziazëm, me shumë vullnet dhe dëshirë për të kremtuar dhe për festuar në ambiente familjare, shoqërore, në ambiente në restorante apo në qendra argëtimi, ku si vjet ka dhe njërisi, ka dhe shumë shtetas greq që kanë festuar me shqiptarët dhe fastanin së bashku, pra ka njërisi vjet e fundit dhe ndjehet shumë atmosfera këtë radhë, aq më tepër duke patur parasysh që ka qenë një vit shumë i ngarkuar nga ana politike, nga reagimi sociale, të gjitha këto kanë ndikuar disi dhe është pritur me shumë vullnet dhe shumë dëshirë kremtimi i festave të fundvitit që për vit i ri. Sot shqiptarët janë si në familje, por ajo që është më e bukur në shumë qendra ku kanë ardhur shumë këngëtarë të njohur nga Shqipëria dhe janë pra organizohen kryesisht edhe në restorante apo jo? Në shumë ambiente, si në restorante, në lokale të mëdha, në qendra, apo në buzuqe të famshme, pra me gjitha komoditetet dhe mundësitë që ofron shoqëria që janë këtu. Shqiptarët janë pjesë e pandarë e shoqërisë dhe e shprehin në çdo moment dinamikën e tyre. Po ndërkaq, të pyes pak, a ka shumë diferencim nga mënyra tradicionale të festuarit midis shqiptarëve dhe qytetarëve grek aty, apo le të themi pak a shumë vit i ri festohet kudo një lloj? Me grekët, ne me Ballkanët, se Ballkanët nuk dallojnë shumë nga njëri tjetri. Pak a shumë kemi të njëjtat tradita, të njëjtat zakone. Gjuha kryesisht ajo që na ndallon, por është më veçantë. Kryesisht shqiptarët dhe grekët kanë një ngjashmëri të pa llogaritshme, një ngjashmëri e cila të paktën siç thonë të vitet ose si ka thënë një akademik shumë i njohur i Akademisë së Athinës, grekët e shqiptarët po si janë vëllezër është sigurt që janë kushërinë të parë, pra janë pjesë e një gjaku dhe kjo duket si si festojnë, si bashkëpunojnë, si të njëjtë të përditshme. Kanë një ngjashmëri shumë të pangjashme me asnjë kom tjetër në botë, si ata kanë një harmonizim. Thënë kjo, një tryezë një familje shqiptare në natën e ndërimit të viteve nuk ka shumë diferencë nga ajo e një familje greke apo jo? Absolutisht jo. Vetëm diferencë është, ose më saktë, nuk është kjo diferencë, sepse edhe në Greqi ka shumë zona të Greqisë të cilët festojnë me gjelin e vitit të ri, për shembull, që një pjesë e Shqipërisë e feston, por një pjesë e Shqipërisë feston me baktin e Imp, me qenë me e kuptoj. Edhe Greqia këtë, pra nuk dyshojmë në këtë detim. Jemi të njëjtë. Fishek zjarre, argëtimi, dalja, urimet, tryezat, familja. Pra është një gjë shumë e këndshme, e cila nuk na dallon shumë atë. E vetmi dallim që ka qenë deri para pak orësh ka qenë fakt që ne vinë nga një vend i cili përbuzej ose përçmohej nga midhet greke dhe ka krijuar një kohezion negativ në një pjesë shoqërisë, por shoqëria e ka kaluar këtë ngërsh tashmë dhe nuk ka asnjë dallim midis shqiptarëve dhe grekëve, të gjithë festojnë së bashku. Madje pak më herët kur bëhet ndërrimi viteve edhe në ambient ku janë familjare, të gjithë dolën në balkone, uruan njëri tjetrin, gëzuar vitin e ri, pra pas një lloj dallimi, pas një lloj kompleksiteti. E kuptoj. Po ndërkaq, cilat janë pritshmëritë për 2026? Në flas për komunitetin tonë, komunitetin shqiptar aty. Komuniteti shqiptar në Greqi ka arritur të gjejë vetveten, ka kaluar në një stad tjetër në mënyrën e organizimit dhe përfaqësimit të tij, duke prodhuar edhe elementë të rinj të cilët vijnë nga brezit dytë apo djemtë dhe vazhdet që janë arsimuar në Greqi apo në tjetër bashkim evropian, e kanë gjetur ritmin të integruar në shoqërinë greke dhe tashmë të qëndrojnë të denjë përballë administratës greke, kryesisht politikës greke, e cila ka qenë ajo hallka e munguar për bërë integrimin e plot, dhe mendoj që ky vit kryesisht diaspora, që është ai elementi përmbledhës dhe shkupola e përgjithshme, që është një organ i shkallës tretë, siç bëri disa përpjekje shumë thelbësore, shumë të rëndësishme në vitin e kaluar, pra vitin që lan pas,
i gjithë faktorët shqiptarë dhe diaspora do insistoj të paktën në zgjidhjen e disa problemeve dhe mendoj që i e ka arritur. Aktualisht flasim, jo më larg ditën e dieshme, Ministria e Emigracionit të Greqisë ka lançuar një projekt ligj të ri, ku e ka bërë atë të hapur, e ka lënë të hapur për konsultim publik, ku grupet e interesit mund të studiojnë dhe të dërgojnë aty pyetjet dhe propozimet e tyre, pra komentin e tyre. Nga ana tjetër, komuniteti shqiptar, diaspora shqiptare në Greqi po bën një hap shumë të madh si në organizimin e saj, por kryesisht në kalimin e integrimit normal në shoqërinë greke, sepse fatkeqësisht nuk kemi integrim, kemi asimilim ose një përpjekje për asimilim të faktorit shqiptar në Greqi dhe integrim të thotë pjesëmarrje qoftë në pushtetin vendor, qoftë në shoqërinë vendase, pra në jetën ekonomike, sociale dhe politike të vendit, siç ndodh në vendet e perëndimit. Dhe mendoj që viti 2026 i ofron këtë mundësi, pavarësisht se demokracia që është në pushtet ka disa fraksione që i përkasin ekstremit djathtë, por gjithsesi në fund të ditës është vota që vendos. Shqiptarët nuk janë më emigrant, janë qytetarë me drejta të plotë në Greqi, kanë drejt vote dhe vota e tyre deri diku është i bonuese, pra do të luajë një rol të mirë. Dhe kjo është përgjegjësi e faktorit shqiptar diasporës për ta orientuar dhe për ta adresuar për zgjidhjen e problemeve, siç e dyja thotë, për shumë pensionet apo edhe çështje tjera. E kuptoj mirë. Zoti Guri, unë të falenderoj shumë